Mirë, në lidhje me prezencën e ekspertëve të OBDAD në strukturën e posaçme antikorrupsion, SPAK, por gjithashtu edhe mbi gjyqin që po zhvillohet në këto momente për vrasjen e Martin Cani, do të kemi një komunikim me kolegun Eni Ferrati. Eni, të përshëndes. Është parë prezencë e ekspertëve amerikanë ditën e djeshme në SPAK, por gjithashtu edhe sot ditën e djeshme ka pasur edhe takime. Janë të gjithë ekspertët që janë larguar më herët, tashmë mund themi se janë të njëjtët ekspertë të cilët kanë qenë edhe përpara vendimit të administratës Trump? Përshëndetje Ilir, gjithçka është kthyer nëse mund ta cilësonim në normalitet dhe të gjithë ekspertët, qoftë për nga numri, qoftë edhe për nga pozicionet që ato kanë mbajtur deri më datën 20 janar, kur dhe hyri në fuqi urdhri ekzekutiv i presidentit Trump, tashmë ekspertët amerikanë, të cilët kanë qenë pranë SPAK në kuadër të misionit asistues OBDAD, janë rikthyer, bëhet fjalë për një prokuror, por dhe ekspertë të tjerë ligjor dhe teknik që kanë asistuar prokurorinë e posaçme pothuajse gjatë 5 viteve të fundit, që në ditët e para kur SPAK është krijuar në dhjetor të vitit 2019, tashmë le të themi që të paktën fondet amerikane, të paktën për prokurorinë e posaçme dhe reformën e drejtësisë, të paktën ky është sinjali që lexohet nga ky vendim, nuk do të kursehen nga administrata Trump, ndërkohë që nuk dihet nëse duke patur parasysh që edhe misioni OBDAD ka qenë i ndërlidhur me atë i cili njihet si misioni më saktë USAID, i cili është pezulluar në mënyrë të menjëhershme nga departamenti amerikan i shtetit, mbetet për të parë ose këto le të themi që janë teknikalitete se si do të vijojnë të operojnë pikërisht këto përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë prokurorisë posaçme, të cilët kanë, e theksoj, vetëm një mision asistues dhe jo të ndërhyjnë në çështje të caktuara, por gjenden pranë prokurorëve dhe agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit për çështje të ndryshme, kazuese të ndryshme, por mbi të gjitha për të ofruar asistencë teknike dhe ligjore për çështje të caktuara që kanë të bëjnë kryesisht me hetimin proaktiv të krimit të organizuar, por edhe hetimin e korrupsionit në nivele të larta, duke aplikuar edhe metoda të reja, pikërisht duke patur parasysh edhe huazimin ndoshta të metodave të FBI-së amerikane. Ndërkohë që sa i takon çështjes tjetër për cilët ju anoncuat më herët, sa i takon seancës gjyqësore për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani në torin e vitit të kaluar fare pranë shkollës 9 vjeçare Fanoli, ditën e sotme prej orës 13:30 po zhvillohet seanca paraprake e parë, gjyqi i parë pasi seanca e kaluar dështoi ku do të vendoset nëse do të kalojë çështja për gjykim apo jo, me të pandehur të miturin në konflikt me ligjin 15 vjeçarin Mario Përlesha, i cili akuzohet për vrasjen e rrethanat e tjera cilësuese, por edhe për plagosjen e Luis Meqes, shokut të Martin Canit, i cili për herë të parë është paraqitur ditën e sotme në seancë, shoqëruar nga jati i tij, ndërkohë që të pranishëm janë edhe prindrit e të ndirit Martin Cani, 14 vjeçarit, të cilët kanë kërkuar jo vetëm drejtësi i lirë, por seancën e kaluar kanë bërë thirrje nëpërmjet medjave për një transparencë lidhur me këtë proces gjyqësor që po zhvillohet në gjykatën e Tiranës, aty ku i gjithë procesi do të jetë me dyert mbyllura për shkak të parashikimeve ligjore dhe dispozitave ligjore në fuqi për mbrojtjen e